Mirëmbrëma nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Atëherë, Amarildo, ka një lloj informacioni që 2 raketat e nisura drejt Turqisë, që u goditën nga mbrojtja e NATO-s, dhe 2 që u nisën drejt bazës së Diego Garcia, bazë angleze që shfrytëzohet nga amerikanët në oqeanin paqësor. E di, është e britanikëve, ka qenë e britanikëve. Është po. Në fakt, telimet si e dëgjova nuk janë nisur nga Irani, po janë nisur nga Izraeli. Dije kjo, po. E dije këtë? Po, e dije se... Se s'ma thesë, unë dije mësova. Po... Po qatë dhe më përpare se këta s'lenas ku me e fillu. Po jo më burë. Se lakë të vërë. Mendohet. Unë fakt duhet jetë sigur. Jo, unë nga një, si më them, nga një Amerikane e gjova këtë, ekspert i ushtrisë dhe shpjegon të rrugtimin e kësaj, thoshte këto kanë ardhur nga Izraeli. Është moment interesant, sepse sa pa u dha paqa këta silanas 10 minuta i shujtë një 300 ca vetë aty. E di se është problemi tani është si puna e njeriut. I kemë re ata fëmijët e vegjël, për shembull, me ca prindër që të hysh në dru, që si ku luajnë edhe ta ki gjynë shpull. Këta po t'i lesh të rritën, e të vazhdojnë me të njëjtën gjë, këta të marrin qafë. Nuk e di më tonë. Biles kanë qenë shkollë dhe gjatë pushimit, ne ishim klas 4. Vite i qunë, si më them, kopësht. Mund të them, kopësht ishte. Ja, na vite neve këtu ke mesi. Dhe çdo pushim, e bini ca qunat mdhej këshu atë, edhe na hytë ndru. Tute me gura, me gjona, po më bërë me gjitha, po këto 2 qunat e shoqëronin, më kuptoj, edhe i thoshim, sa i forte, kjo është i forte, kështu. I dite një nga vlezrit e atyre fëmijëve të shkollës, bravo, erdhi aty, bashkë me ata tjerët, edhe kur erdhen këta prapë, se këto vishin një 2-3 ditë. Po s'na leshin rahat, na prishin dhe ato pushime, sa i vit gjute guron, me qatë kishtë ndorë. Dhe i fusin e të rrafme këty në 2 ata direkt, edhe këti të voglit i rrasni shpull dhe i shken e i nëzënësi që ishte aty, dhe këtu nuk u panë mo. Jeta përgjithsisht është kjo, dhe çfarë për shumë unë kam vënë dimensione ndryshme po i soi. Po një ta gjë është, sepse është i vetmi shtet që nuk masi lloj përgjegjësi, ishin 60 shtete që donuan paktën këtë pjesën e Libanit. 60 shtete, 60 shtete ne si ishim kurkun. Po nga këto 60 shtete, se është shumë interesant, nga këto 60 shtete, çfarë ne kemi vërdall, plus Britanis, Gjermanis, Spanja doli që në atë sekondje, po Italis, se edhe motra e këti vlajton, e ka këthy atë. Me Letoni, pasaj me të shtetë këshu. Po maje dorën, po... Jam duke bërë gjatajt. Ne mungonim ke kjo 60 që. As kemi përtarë ke kjo 60. Ne dhe kjo. Ne, Argentina dhe Ukraina. Edhe vetë Greqia, edhe vetë Qipro. Qipro, është ke kjo 60. Që ishte sot. Sepse kanë vra dhe një të Kombeve të Bashkuar. Ma të grupin aty, e ka hongër dhe këtë Kombeve të Bashkuar. Edhe këta dënun. 0 neve. Okej, ti vendin, unë që e ke merak lingun, ti ndërkohë po flasëm. Po. Sa të edhe si lingun. Dhe e vërteta është që edhe vetë Trumpi tha për Libanin që mbaja dorën se nuk po të bëjnë gjej, tha. Mirë po, me sa duket, Netanyahu do të nxjerrë ujë të zi. Jo, problemi këtu është që kjo mund të çojë në një thyerje të Amerikës, sepse edhe vetë lobet izraelite
në Shtetet e Bashkuara, po lexoja tashti që po vjen në emision. Nuk jam fort dakord me gjithë këtë qëndrim të Izraelit. Ka disa mendimtarë të tyre që thonë që apo ne ja dalim, mos vetë Amerikën, ne ja dalim, sepse derisa bota na urren, atëherë dhe ne po ja kthejmë botës me tjetër monedë. Mirë, po mbaj mend që në Gjermani në vitin 39 ka pasur njëri që thotë kështu që gjithë bota na urren, atëherë ne do të Ata kanë parë po të njëjtën gjë kanë parë në këtë kohë, po. Do t'i kthehemi botës, se bota na urren, ne po ja kthejmë. Po të rreth botën. Mirë, po ky ishte 8 herë më i madh, se nëse Izraeli ishte 10 miliona, ishte 80 milionë në atë kohë. Dhe një fakt për Izraelin, më falë në të presë. Po pse të ndërpresë? Po jo, sepse ka lezet, sepse është 25% janë LGBTQ. Është një fakt. 25 janë ata që shkojnë 50%. Pra, është më pak se shtuti, vazhdo. Okej. Pra, nëse ti i kthehesh botës dhe nuk e atë të madhin nga mbrapa, që rrite ai vllai, po kjo bëri. Vllai. Masanej ty të lëshohet gjithë shkolla, atëherë ti ke një problem të madh, sepse nuk ja del dot me shkollën. Më kupton? Edhe ndodh ajo që si i thon Berit, qesin fare. Iran dhe një sinagogu në Iran, një skandal i jashtëzakonshëm. Domethënë sepse bëhet fjalë që le fillimin që Iran 170 fëmijëve, një tmerr, por t'i bish dhe sinagogut. Vetë. Ishte në Iran, ato janë kështu hebrej. Po janë hebrej, po janë zionista më po. Sepse në fundit është një kulturë në vete. Hebrejt kanë kulturë, kanë qëshka, i kanë dhonë botës. Ka nga këta që jo e dënojnë, po do më thënë nuk pajtojnë fare, bile këta janë zërat më të fuqishëm sot. Problemi është që shoqëria izraelite, brenda Izrael, 85%. Dhe këto thonë këta janë të sumur fare. Janë çmend, duket se janë çmend. Po më janë çmend, janë identik janë çmend. Se ti të mendosh që mund t'ja dalësh kundra gjithë botës, unë nuk di një histori, një që ja ka dalë kundra gjithë botës. Ishte ky tipi i Gjermanisë në vitin 39, që kishte ushtrinë më të mirë në botë. Kombin më prodhimtar në botë, kombin më me kulturë në botë, më përgatitur fizikisht, psikologjikisht. Absolutisht. Thot ky korrespondent i Zërit Amerikës, Shearer, më duket e ka emrin, ka shkruar një libër ky vërrai, në tret ka qenë korrespondent aty, dhe thoshte qysh se shikoja thoshte të rinë gjerman që stërviteshin, shkonin nëpër kampe, bënin aksione të shëndetshëm fizikisht dhe shikoja anglezët të dobët pinin bira, duhan me dhëm të krimbur, thoshe këta nuk i rezistojnë dot fuqisë gjermane. Po dolën nga krahu tjetër, ca rusët që i rezistuan edhe i shkuan edhe në Berlin brenda. Prandaj po them që nuk e kuptoj se më vjen sinqerisht keq që do vi një moment shumë socialistë që më përpara thonin, okay, ne kur shkojmë në luftë shkojmë me aleat. Ne aleat, me grekët, me turqit, shkojmë luftë. Ti shkon në luftë me vllajën e madh. Se kështu e konsideron, vlla të madh. Qartë. Mirë, po vjen një moment që edhe vllai të madh i vjen në majtë hundës dhe thotë vrapsh vetëm nuk do me ta pam bojën. Se ndodhen me vëllezër që janë në një bark nënë. Por mund t'i binë dhe vllai të madh dhe ta thonë dy se vllai i madh i kanë rënë dhomët tani. Çfarë po shikojmë? Këtu ky ka vënë vllajin, i kanë rënë dhomët vllait, ja hoqi dhomët vllait. Të ishtë qovi për nej motrë, për nej gjozë, vlaj. Dakord nuk jam. Jo. Ala i fort është vlaj. Jo, është i fort, po së është dhe aqë. Këtu është problemi, që nuk është dhe aqë. Për me mosha bënd vetëm. Nuk është dhe aqë, dhe sidomos me këto lloj politika që po bënd, vlaj hoqë dhe bashkëshatar dhe vetë, dhe më bëhen. është nga ta vlesin. Po këtë punë me ta ambit që sikur po i vë mina bosës më burë, nuk e dua be, nuk e dua nato. Po prandaj po them, më kuptoj që ky ka filluar në pushk me gjithë. Po e ka filluar me gjithë. E ke parasysh në një që është trim, edhe jo trim, po do të shtihet si trim. Edhe nxjerr koburën për 3.000 letri, por mos di si përdoret koburja dhe është ajo shpreha që i bie vetes ndër këmbë, se gjytet dhe i ra këmbët veta. Unë kam pas shumë besim, unë kisha një besim të papar ke Trumpi.
Jo t'i vazhdojnë dhe kam besim dhe e do. Unë du fort sepse mu më kanë ndihmuar edhe këtë emision më shumë se Trumpi se kanë ndihmuar njëri, se tani po fillojnë tjerë të flasin, të kuptojnë se qa jemi. Se gjitha ne na flisnin për demokracinë, na myçin, vetëm ne thoshim kjo kolonik, kjo. Në gjova dje më kujtove, par dje. Tha Europa tha nuk është vasal, tha. Baroj. Beja është vasal. Shumë. Do me thëmë, po e thonë të gjithë mendimtarët, të gjithë think tankët, do nuk po i bjem fare më rrotull, po është vasal. Nuk. Këtu më baron, Europa është vasal. Ishim partner. Ne jemi vasalet e vasalve të shi. Më kujtoja se ishim partner. Po. Alat. Po, alat, armën nësa e fjallë alat, ajo ishte perë fare, me alatët tanë, që në kanë dimuar. Neve do në mbrojnë natë, do me thënë si prapa i shkollës, që ty të re, a i... Po ti thumë, pritë do vija i vlaj im, ndërkohë vlaj ka ikë në qytet tjetër. Vlaj i kanë radhë dhomët, po të them. Mo i kanë radhë dhomët, edhe aty ku është. Në këtë vlaj, sepse kjo grisje që i bëri Amerikës, po ta këthejmë kështu, kjo grisje që i bëri Amerikës, kjo nuk ka rrugë mbrapa. Do më çdo hap që është marë, këto 2 vjetë nuk kanë më rrugë mbrapa. Ose do pushtosh botën, tamam, do e pushtosh tamam. Dhe jo si Hitleri. Jo si e i Musteqa, se Musteqa, edhe ne, për shumë, shefte këtë tratarët tanë, poetët tanë, që thonë, jo dhoshe, po nuk ka ardhë këtu me në pushtu, se ne ishim raca ariane. Raca ariane ne, raca ariane, me sinqeritet, sepse këto kohë vërtet e kam kontrollu, raca ariane ne, raca ariane grekët, raca ariane këta... Rumune, janë këto... Që këpërdor të përmish për topa, jo është e jemi Razariane. Razariane ishte njoni me qalë në këshu, po e kishte mo. Mëftiu i Jeruzalemit. I papar, fa, gjitha të qalë, Razariane. Bosnjakët Razariane. Më edhe se zakën luftu për ato, Razariane dhe ata. Razariane, këta që queshin... Ukrajinasit, sepse Ukrajinasit po e vazhdojnë racën ariane. Kështu që, po të paktën, është i rrenë diku najër. Kuse Trump e thotë ju jeni kolonit e mija. A i në e bote që qepë. Po e bote qepë në këtu. Do të qeverisin botën bashkë. Po të ledzo shkresat e styrën më me përbuzje se flasin. Nuk po... Tani... Më me pështiros që se flasin. Qëfar unë kam pa nga dokumentat, dhe po të them që vërtet po lexoj kokat e botës, qëfar unë kam pa nga dokumentat, këta si Gjerman, si ajo uniforma, kanë shumë pak le të themi krime, në mund t'i quajmë kështu, krahasim me çfarë është bërë nën atë atyre. Kush ka qenë numri 1? Ukrainasit. Bashkë me polakët. Hapshin grobun? Hapshin këta që do futeshin brenda. Bravo. Dhe këta tani çfarë bënin Gjermanës, kjo është gallata, është që në fund fare i boshin dhe një notë. Jeni sjell shumë keq, edhe ca i arrestoshin, i mashin një javë. Ballkani vetë lëmsh. Dhe një historian që përgjithsisht është shumë rrallë gabon, tha kroatët, serbët, këta tjerë muslimanë, si e kanë ata? Bosnjakët, janë një racë, thoshte, po janë da pikrisht nga fetë në ato, po janë një racë, një gjithë. Dhe vazhdonte, atë që i kanë bo këta, tha, njëri tjetëri në luftë dytë botërore, dhe as hasmi si u bote. Jo, as Gjermani si u ka, që i kanë përmuar kroatët, ustasha, serve, Gjermani, do më thënë, ka dokumente ku Gjermani ka mbetur i neveritur nga dhunat shnjërzore. I neveritur nga dhunat shnjërzore në Ballkan, i neveritur akoma më shumë nga dhunat shnjërzore në Ukrainë. Po, paktën kishte i farë sensi, ka një sens logjik, do më thëmë, kuse këta kanë dalë me shpatë fare, më rëbur. Po mira, kemi demokracinë, kemi të drejtat e njeriut. E di të fortën,
këta që kanë dorëzuar atë kryeministën e Venezuelës, harrova emrin tani, Maduro, sepse u paguan ca lek. Si ishte ashtu si e morën vesh. Si ishte? Nuk ishte një aksion spektakolar? Ishte një aksion spektakolar me... Trupa speciale shkuan aty, asnjë vras. Bravo. Pra ishin këta... Se këta iranianë, dhe se kuptohet, nuk e kishin ngrënë këto dhe aty kanë mbetur goxhat vrarë. Po sepse... Se kishte ngrënë lekun. Problemi e bukur e kësaj është që këta që tradhtuan, këta nuk kanë marrë lekët. Qa thunë? Është mos e vërtet. Dhe e di çfarë fjalë përdorin këta për amerikanët? Na tradhtuan. O do qeshër, o do qash me këtë idiotisëm që ka bota. Qeshë më burë, qeshë. Prandaj po fjala që përdorin, se është e bukur, se përdorin fjalë tjetër, se tjetra ta, më trata, se të se bonona. Përdorin gjë tjetër, për shembull. Si rim pazarit, për shembull. Mos bërin pazarit, si rim pazarit. Si rim pazarit. Futi fjalë që shkoj diku, po mos i thuj tratar atij, që s'jep lekët. Ka ngel që pa lekët. Nuk e ka dhënë rrogën. E bukur. Ndërkohë, aksioni që u ndërmor në Iran, unë e bëra edhe emision dhe gjithë ekspertët tash i thonë edhe vetë një dështim total, po. Një dështim total, e pash edhe këtë, edhe e pash nga ekspertë ushtarak. Unë kathunarët ta në vitet 50 që i gjushin këtyre diversantëve. Se aty me këshu kathunarë me pushtë të vjetra që ju binin avionve, sepse me sa duket nuk kanë llogaritur diçka. Ky është një shtet ideologjik ku ka bërë ato të vetën. Një ndër arsyet nga çka kam lexuar. Arsyeja e rënies së shahut, përveç atyre gjunaheve tjera që kishte luksi shfrenuar, thash, ishte ideja që t'i grumbullonte fshatrat, nëse siç ishin të zhvillon, t'i grumbullonte në fshatrat të mëdha, të krijonte qytete, duke prishur gjithë traditën edhe gjithë mënyrën e jetesës, duke e shkatruar. Dhe kjo ishte arsye që hoxhallarët u vendosën në krye të këtyre lëvizjeve kundërshtuese, sepse hoxhallarët aty kanë edhe një lloj shkrije me popullin. Janë njerëz që rrinë në katun, flenë në katun, flasin katun, martohen katun. Dhe kjo ishte edhe arsyeja që ata patën popularitet. Edhe është një lloj diktature, shteti autoritar, se thash që ka mbështetje në popull, nuk është kështu në ajër, i vën nga sipër. Nuk kupton si që janë këto një tuf hajdutësh të Venezuelës që shesin parin, ose si që shitën Sadamin, ose si që shitën të në Libi. Një person ka thënë fjalën më të bukur, ishte ekspert vërtet, tha, do më ajo shpert fare. Perëndimorët tha kanë humbur fare konceptin, tha gënjen dhe e besojnë vetë atë që gënjejnë. Për shumë thonë, ky mba me diktaturë, Shkojnë aty e provojnë handru, ndalin. Sepse si pas këtij ekspertit, nuk është fitu asnjë luftë. Asnjë. Ne, Shqipëria e vogël, kemi fitu me grekët, i morëm i qepëm aty në tokë, i bëm mozaik. Fanë edhe knedën, po pati kush do e thate. Të shikosh fotot e tyre kur janë këtyre, se nuk e di ku liru në 50 sani. Po, mashallah. Puthnin tokën të shkë. Puthin e talëpin. Okej. Pra ne, ka që shtet. Edhe i kemi boca me hongër dhe. Letja që se krushin do tas 92-shin, se thoshin po shkojmë aty kushtet si e kanë. Ishte një emision shumë interesant, Aurido, është me ish komandantin e divizionit të Shkodrës, Enver Gaba, një emision i jashtëzakonshëm, i cili tregonte mënyrën se si ishte organizuar ushtria shqiptare dhe tha serbët nuk i kisha problem, tha Jugosllavin, tha. Sikur se mendoj që edhe jugu nuk e kishte problem, sepse ma shpjegonte ky Çuko mbas emisionit. Ai ka shërbyer në jug. Por thoshte, unë kisha
40.000 ushtarë për 5 orë, tha, unë kapsha vi në fronte, tha, i mobilizuar, po që nuk është nevoja, sepse ti e ndjen që në momentin që të njofton zbulimi, po grumbullohen trupa, tha. Po një herë tha që na erdhi një lajm i pavërtet, rezultoi pavërtet që po grumbullohen trupa në vit kufirit, për 5 orë kemi mobilizuar 40.000 veta, që ishin 2 vija, kishim 2 vija mbrojtëse, me artilleri, me tanke, me këmbësor, me batalione mitraljere, etj. Pastaj ta kisha 40.000 të tjerë që do ndronin këta, në qoftë se binin këta, plus kisha repartet vullnetare që i kisha që rrinin qeta territoriale, që quheshim ne. Këta i kishim që të gjitha, domethënë divizioni ishte tha 5.000 veta, tha, po kryesisht ishin të shpërndam tha në ruajtjen e pikave të armatimit, sepse pikat e armatimit ishin për çdo katund. Po. Dhe kjo edhe në vitin 89, tha, kur bëj një ndeshje vllaznis me AEK-un, dhe këta të AEK-ut sikur hapën një copë leck që populli të Shkodrës ju duk si flamuri vori o pirit, u hodhën shashka që janë duke u futur me zi në zorën grekët nga stadiumi 89, pra kishte një lloj patriotizmi edhe një lloj. Dhe thoshte mosha mesatare atyre që çuan në virin e frontit ishte 25 deri në 45 vjeç. Sot Ukraina e ka 50 vjeç moshën mesatare të ushtrisë, 50 thuhet, po kushtet se sa është. Pra, ti kishe lulen e ushtrisë dhe në një farë mënyrë është shumë e vështirë ta mundësh një komb, qoftë edhe të vogël, aq të vogël sa jemi ne, që e ka të fiksuar idenë që do mbrohet, do vdesi, nuk dorëzohet. Dhe mendoj që kam frikë që kjo është edhe në Iran. Për shembull, inteligjenca artificiale ka kapur fytyra që ishin në protesta përpara, që pastaj dolën në protesta në mbrojtje të vendit. Janë influencer, nuk po themi fytyra, po janë influencer që ishin kundër regjimit, le të themi, dhe po të influencer janë domethënë mos më prekni Iranin. Nuk jeni ju ata që kur u bon sulmet e parë, se sulmi i parë ishte tipik fetar. Sulmi i parë ishte tipik nga këto psikopatët e kësaj fesë re që kanë këta. Domethënë që i ranë fëmijëve, ishte kurbani i parë, që në 70, kështu që e ke parasysh se ata të kuptohemi e njohin fenë, e njohin të gjithë simbolizmat e kësaj, ne si njohim, ne themi ja ka fut kot. Por nga Irani tani unë kam pas një të kuptohemi, një pedagog që ai fliste iranianshe, si i persianshe, por që mund të them që ai klip i vogël të çpërnda mbi 100-200 milion klikime, më shumë se 200-300 milion klikime. Se unë kam hedhur të paktën në mur 10 herë, që kur kam hap Facebook-un. Dhe kishte një ashtu që do mundohem ta rikujtoj. Thoshte do të shkatrosh një komb, shkatroj kulturën, shkatroj arsimin, shkatroj familjen. Dhe thoshte këtë kombe këtë nënshtruar. Në 90-ën, si do ta mendojmë neve, dhe ai më antisistem, dhe më antisistem se unë s'ka pas në atë kohë, për 5 minuta kapsha topin, se rrezik më ndjek edhe komandanti i asaj baterisë. Tani ja ishte detyrë për mua. Nuk ishte lidhje me sistemin për ty. Nuk kishte lidhje me sistemin. 5 minutin do ta kapshim, do thyshim si mund të them ato që kishim vënë përpara, për shkak për sa të fush topin, normat për marshime, për luftim. Domethënë dhe në një moment caktuar më bë një tip, le të themi, një tip grumbullimi, që vërtet mendom se kish diçka. Dhe si unë që do më nishën gjithë gjakun tim që kjo është Shqipëria ime, më kupto është familja ime që duhet mbrojtë njëri tjetrin, pak rëndësi kishte sistemi, si ata që ndoshta edhe tallshin prapanicën me ushtrin, që 5 minutin kapën gjithë tani. Dhe kur i kam pak, më thonë, wow.
Të më ai që se kishte nga ata person që thoshin çoja po të komandantit se na erdhi amerikani kështu. Shifte, o shi komandant se nuk vje amerikani në shi, më kupto, sepse e diti që s'ishte gjë, por një moment që menduam që ishte diçka, domethënë që erdhi nga lart, si mund të them alarmi, 5 minutë që në kapën gjithë sipër. Pra, kjo e iranianit është ajo baza e gjithë shkaje, se ne arsimin e kishim shumë të fortë, mësuesin e kishim shumë të fortë. Atët familjes e kishim 6 të masët të fortë, dhe të kuptohemi kulturën, të më thënë të qenurit shqiptar, krenaçe shqiptare kishim shumë të fortë. Pavarësisht se dëshironim xhinxët na pëlqeshin amerikanë, na pëlqeshin perëndimorët për lirinë e leshit që e pa më vonë. Por xhinxët bën gabim, se unë ala me xhinxë jam, ishte gabim që na ndaluan. Jo, ato na dhanë ato xhinxët, ishin ca xhinxët të asaj çka quhen. Të minatorëve. Aty e kanë përgjithë dhe sapin. Pra, në një moment të tillë ku dhe kjo u pa në forma të ndryshme, u pa për shumë që ke, le të themi, kriminalet shqiptar, vune emër, si vune emër, ishte pikërisht kjo vllazëria ose shoqëria që ishte, që ishte, këto janë fusin klani, se sa rrin të kuptojnë që do të thënë ishte një misi ose një detyrim ndaj shokut, ndaj shqiptarit e një tjetër, dhe kështu u bën për plaset e para për shumë jashtë. Kur kam qenë angli, kështu u bën për plaset e para, nuk është ai shqiptari, nuk është as le të themi Fjeraku, as Maloku, as Veriori, as Dreqi ose Kosovari. Jo, ishte shqiptar, është shqiptar dhe vund duhet ndihmu shqiptari, pastaj pyetësh nga i je nga ke, azimi më vonë se ti. Ose tjetra që duhet theksu është që po çfarë na dha Europa neve nga 90-ta deri sot, ne do na kishim vdek për bukë të gjithë. Sinqerisht do vdeshin për bukë. Mos ishin remitancat e shqiptarëve që sollën këtu. Ky popull do kishë mbaruar, po këto remitanca. Kampanje statistik shumë domethënëse. Domethënë gjithë këtë zhvillim që ka tregu, se ne mendojmë që e ka tregu i ndërtimit, e ka nga blerja që bëjnë shqiptarët që janë jashtë atë dhëut. Dhe shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, dhe ata blejnë shumë. Të kupto, këtë e kam i qik me dyshim të punë e blerjes së këtyre gjërave, sepse shoh një lëvizje që nuk është normale, kjo rritja këtyre çmimeve kështu, por ndoshta mund të diskutojmë, por ajo që them është remitancat ishin pikërisht e atij sistemi. Sot i ikin fëmijët, akoma i marrin pensionin pleqve këtu, i ikin jashtë. Kurse ne kishim tjetër lloj qasje. Ata të panë tjetër lloj qasje. Do vjedhësh, do bësh çfarë dush, ti është puna jote, këtu duhet sjellësh ke mamaja, ke babaja ose ke gruaja, do sjellësh pa tjetër parat. Dhe nuk ka shqiptar që se ka bëu këtë. Okej. Dhe Irani ka, pra, kur shpjegova kulturën e këtij pedagogu, e kanë shumë të qartë, dhe sidomos edhe vetë muslimanizmi e kanë në ato të vetëm, në, si mund të them, thelbin e vetë, këtë lloj. Kështu që... Okej, atëherë, Amarildo, ty të përshëndesën më shumë, Klodi Mullaraj. Shumë faleminderit. Rosh, Ladi Duli nga Londra, Edmond Hoxha nga Athina, Liliana Konomi, dhe thotë janë 7 vende midis tyre dhe të BE-s. Suzana Kasa. Janë shtu si duket thuaj, sepse 6 ishin në momentin që i pash unë, i pash nga mëgjesi, ishin 6. Nuk thjesht ajo po bën një riupdatim. Naum Hill, i cili nuk mungon, Natasha Haxhiraj nga Athina, Enver Hoxha, Çu? Jo, nuk është shumë, është tjetër ky.
Eduard Bejko, Marika Alla, të cilët na falenderojnë që gjithë, Dëfrim Hoxha, Të shumë Ridvan Cungu, ky është edhe shoku im, pas ka shkuar në Toronto dhe shoferin e kam pasur, e kisha Ukrainës, tha, makina ishte Tesla dhe i ka thënë, i ka prej luftë, sepse s'kam se vdes. Eduard Bejko të bën kritika, o hil nuk të lem mreti me fol hiq. Qa të bëjmë? Kush është ky? Eduard Bejko thot, o hil nuk po të lëm mbreti me fol hiq. Të vlerëson, qa kje? Se ti jeni ratë që e merrni edhe shnetin për plaç. Amrido. Qa ke? Si fut të kujet, vazhdo. Okej. Atëhere, më bën përshtypje, e di sa më bën përshtypje, që në Shqipëri, pozita dhe opozita, kur vjen puna, janë gati, se në gjithë botën, për shembull, është Ka opozit. Spanjë. Ka opozit. Doli ky Sanchez socialist, doli opozita, tha ne duhet jemi gjithmonë me Amerikën. Një pjesë opozitës, bravo. Okej, doli në Itali, në Greqi, provë qeveria kundra opozita. Këtu janë që të gjithë me, do me thënë, qërdo komballëku të jetë, po e thanë Amerikanë dhe Izraelitët, neve më falë, po jemi me ata. Ka i problem të madhe, më duket, e disim duket sikur kemi mbetur nga ana psiqike në vitin 1800. Para 24. Para 24 jenë rregull, mos s'ke nevojë fare. Para 24 ne kemi pas shumë pushtuesi, dita e pushtuesit. Ambamën që u bo për teatrin. Po. U prishën fabrika, u prishën uzina, hidrocentrale, heku rrudha, brezare. U përdhunuan femrat, u morën e u shitën aty. Kokër njeriu nuk e ngre, ushtria u basardu, asi njeri. U morë shpia e ushtarit, ajo që ka morë PD-ja. Të mund të marrësh atë në një komp, është hyke kjo ana psikologjike. Më kuptoj që unë kam qenë komplet kundër nga kjo. Dhe kur erdhi, dhe atë më duket i kam pagu një 1700 pound që të vite e Rama, se na premtoi që do merrte shpinë e ushtrisë. Jo dojtë lesht. Apo do marrë salë. Po, tani, ajo është, do më thënë, ta diskretosh kombin. Për mua, ishte diskretim kombi. Për shumë, nesër pas nesër, nësë do lindi një opozit, një nga pikat që unë do pranoj tjem me ato opozit, është që ajo dolorohet, për 24 orë dolorohet, ajo. Amarido, ne na morën Ministrinë e Mbrojtjes, më mamë ku ka qenë gjithë jetën aty ka qenë, erdhi Bena me dha i tha jo se do fusin financën këtu. Ja. E nxori ushtrinë për byllësh e jashtë, Beni, Cop Beni. Po prej Cop Beni. Për byllësh e jashtë dhe na çoi te shkolla e bashkuar. Pse ka shku ke shkolla e bashkuar? Aty na janë shu. Jeri parum. Pra në këtë moment sepse ne na rrafën si klysh ku i thon, që në 90, se në 90 tani nuk u vu njeri me karakter. Të më thënë, atë e ketë parasysh që ishte ai ligji që i hoqit gjithë. 24-1. A i hoqit që ishin me karakter. Së hoqit vetëm komunismë, që ishin me karakter. Unë kam pa mësuse fantastike që i kanë heqin 90-91. Mësuse, si ishte asë me partinjo, mas e loj partije, mësuse. Kam pa 4 që si ishin mas e loj partije, 4 që kishin karakter ti nuk mund të qëndronin më aty. Pras, ajo që tani flasin këta Sorosi, ishte templetet kisha ardhë fix me të shkomtarizu. Me të shkomtarizu. Dhe me të bo lapa qenë. Po, kështu kemi arritur.
A tha Rama, na fusni, tha, vetëm na fusni, tha, mos na ble jepni aty, as tha. vota, Po, ble. as i gjë mos na jepni. Do më thënë, vetëm na merrni për kafshë pune. E pa mos na jepni as tuta, e ke parasysh siç poshtë të parë, mos na jepni tuta, dhe luni vetë. Mos na jepni as drejt votet, as komisioner, as ka Letonia me 800 banor, 800.000 banor, ka komisioner, dhe ministr, në rang ministr. Na fusni aty. Do më thënë, përdhunim më të madh një kombi si është bërë ndonjëherë. Unë këtë 2 vjeçin e Ramës, do më thëmë, shpresoj që ky ta shkruaj i herë, megjithëse nuk kam pesë që ka trume e shkruaj të 2 vjeçin e fundit, që ky në një farë mase çfarë ndërtoi. Ka një lloj çekuilibrimi në politikat e veta. Tani, pavarësisht shakave ose humor që bëjmë në këtë emision, e duaj shumë këtë vend, sa nuk i lej gërm një person ta flasë, do me di edhe momentin kur ai ka rrëshqit. Kur shkojnë në Izrael? Jo, rrëshqiti pak përpara, pastaj në Izrael ishte që ky jo mund, është ai kur Ariu. Puna Ariu. Puna di gjatari që shko e në 3-4, e ishte puna Jo. e Izraelit, se filloi me gjëra tjera, filloi me, kuptove, i tuf që edhe mund të diskutojmë. Në momentin për shembull që si them, arrit bëj ato prishjet e para, një çmenduri komplet ajo. Tjetra që akoma nuk vendosi dot as pikat e shtetit. Dhe shteti për shembull shumë i thjesht në vetvete tani. Shteti, nëse rregullat janë të thjeshta, bëre shtet. Sa më të komplikuara të jenë rregullat, aq më pak shtet ke. Pra, po të shikojmë për shembull gati të gjithë institucionet sikur janë hardallis tani. Po. Marildo, shiko, më duket se jemi pak periferik në këtë drejtim që thua ti, sepse si po mbështillet bota dhe ne jemi shumë periferik dhe unë pikrisht këtë kam hall tani. Pse nuk më intereson mua për shkakun që si të them, okay, kam partner Amerikan. Se po të shikosh për shembull, po ti ndash shqiptarët më të shumë do të janë me Amerikën se sa me BE-n. Dhe mirë bëjnë. Mirë bëjnë. Po tani thuhet që Amerika. Po jo, Amerika s'të njeh fare, më e kam thonë që kohë përpara, më nuk të njeh fare, nuk ka njoft historikisht, për vetë se fjalëve që ajo kishte, domethënë që kishin ndërtuar shumë bukur, që kanë ndërtuar po tjerët. Ajo demokracia, liria fjalës një tjetër. Çdo gjë tjetër ishte e parë. Nxorri njëri përpara ca kohësh, nxorri se çfarë kemi arrit për 35 vjet. Do të shkatrosh tërë strukturën e një shteti, nga kultura, arsimi, industria e tjerë, të largosh tërë mendjen më të bukur dhe ta zoncosh me tërë byth lëpirsat në një formë ose tjetër, domethënë tani, për shembull, kemi arrit kulmin që në bazë edhe të fjalës lirë, që nuk ka një ministër që ta marrë me qef pozicionin dhe thotë unë du me ndryshu diçka në këtë shtetin tim. Unë du me ndryshu diçka në shtetin tim, pra du t'i shërbej njerëzve të mi. Sepse ai sa i përmenet emri, deli korruptu. Sepse është kjo fjale e lirë. Shi qa skandali. Akoma vazhdojnë në për studio, të flasim për Eriu Velia lidhje me inceneratorët. Në rregull, zero. Humbi dhe gjyqin. Ai që e morën, një italian që e morën edhe si këshu, si damlas, italian më kej se na, jo, e ke vërre për shumë në për studio, dhe Italia ka thënë që ne jemi të korruptum. Italia, nona e mafjes. Thot për ne. 100 vjet, tradit.
Domethënë, po të përmendesh mafia, italian, nuk shkojmë këne. Edhe domethënë italian. tani ta mbash tjetrin një vit të ca mëre dhe mos të lesh emision, nuk e kam mund mbaja se s'm duhet ai mu, po mos kesh emision që thu që ka lidhje me inceneratorët, sa e futën për inceneratorët, le këto patllaket, këto partitë e reja, që thon këto pse ofendoni partitë e reja, se më të shumtuara nuk ka më. E çova unë, thoshte ai Erion Velin, dokumentat tona e çunë Erion Velin që e arrestuan. Ja çum në Spakut. Spaku përmend Nestin edhe Nesta, se shjega dhe i femën. Po nasiba, zgjikite. Po varja, më kuptove. Po mos, domethënë, se populizmi dhe gënjeshtra dhe thonë pse s'na ndjekin shqiptar. Jo, ma po ky popull nuk qohet, po s'to qohet me ty se ti e di shoku se çaj je. E dramu. Kuptove. Dhe ky popull dy pare i ka. Dhe po ta shikosh sot që si më të them, e shikojnë atë se si po shkojnë gjërat, do shohë që shumë shpejt ndoshta qynë ke zgjedhjet që do kemi, do dali fryma. Do dali fryma, do thonë mjaft me këtë muhabet sepse e qelbët. Se këta nuk bëjnë tani, edhe në përzgjedhje se si kanë marrë deputetët, nuk ke një deputet që të flasë përveç Erion Braçës, për marrim, nuk ke deputet që kedi karakter. Jo se po them unë se Erioni është kush se qa, Erioni për mua ka defekte sa duash. Don as ke Erioni nuk them që ba. Po të paktën, Po mes qorave e tha me një sy është eksaktësisht. mret. Eksaktësisht. Siç në pozicion që kemi, prap Ramos unë votën. Prap Po kështu. sepse me një person që Që e tha Indro Montanelli, në 78-ën komunistët dolën partia e parë po, në Itali. Po përpara atyre ndjehej rreziku, demokracia kristiane kishte 30 vjet në pushtet. po, Edhe tha, ishte rreziku i Moskës, se ke parasysh, edhe tha, zini hundër me dorë, tha, e votoni edhe këtë radhë demokracinë kristiane. Edhe kjo puna e kësaj Ramës kështu na votën e të dhjefsha votën na plasë buzën. po kjo është sepse E di që nuk i falun. Nuk i fal mungesën e një përgjegjësie që duhet mbante Sali Berisha për 35 vjet në politikën shqiptare. Ke bëj gjëra të mira, ke bëj gjëra të liga në gjithë botën, e bëri Andreotti, Kraksi, Forlani, e bën Italinë fuqinë e 5 në botë burr. Dhe kur erdhi puna dhanë të gjithë llogari përpara gjyqit, ca dolën të fajshëm, ca dolën të pafajshëm. qartë. Por dhanë një llogari më burr. Po edhe ky tipi më burr i dhot, që ka vranë mes bulevardit, ka hull në erë, krenohet, thot do vesh edhe 5 snajper që të isha qave, që ka afera të pafundme. Po ky, ore, të sqarohet para gjytmë, s'ka asgjë gjë të keqe. Sqaroi më se janë 35 vjetër burr. Edhe le minus 400 fabrika, minus Hekurudha, ala s'ka përfundu Hekurudha e Durrësit. Po s'ka për të përfundu? A i tjetëri e përfundojnë 48-ën me kazma e me lopata, pa brek, me shapka. S'ke përfundu Hekurudhën, je minus me Hekurudha, je minus me naft, je minus me krom, je minus me arsim. Në të gjitha je minus. Apo kush do mbaj përgjegjësi për këtë? Se është largu, jemi vetëm i kom, dikur kanë qenë suedezët edhe irlandezët që humbën 1/3 e popullsisë nga emigracioni. Ne kemi humbur gjysmën. Ka i gjysma ja. Do të shpjegoj diçka tjetër që dali më interesante. Në 91-shin na zbythën. Qa kishim mbi tokë? Vazhdu, ca ikën jashtë, jo ca, po shumë ikën jashtë, prunëri me tancat, ndihmun familjen, u morën njerëzit disi, sa po arritën me ngrejt kaptinën, 97. Bum 98. Vjer Rama në 2012. Jo, Vjer Rama i futi shkatrume. Ta rregullohet e Tirana. Mirë e boni. Po ishin lega do. Po.
Vje pastaj në 2012 i futi çka trume tjetër. E hap që kraun më shumë. Dhe ato lek. Tashti i futi tjetër, i përdaf. Dhe ato lek. Do më thonë, si i kanë ra lekut shqiptarit me top këta, Shumë dakord. nuk bova ki. Në Anglia do kishte morë fund me kaq goditje se kemi morë ne. Shiko, neve nuk kuptuam një gjë që ajo në lanë që po ishte pasuri kombëtare. A duhet prishur? Duhet prishur, po s'duhet liej ndërtuar. Këtë pikrish pra. Tashti, thot që prisha këto fitova një 150.000 metra katror. Fitoi 150.000 metra katror dhe i kanë gjerë pallatet e Enverit fix siç kanë qenë. Bëth jashtë. Kur këto 150.000 metra katror mund t'i kishte tani të mbjellura sot nga këta njerëz. Dhe krijoje frym. Po pra. Krijoje frym. Janë, domethënë, të ka shfutur përdor dhe këto 150.000 metra katror që ke prit, janë prapë pasuri kombëtare, janë lekë shqiptare që ti e fut me matrapik. Eksaktësisht. Dhe vetë matrapiku si kështu. Dhe po këtu jemi në një pikë tjetër, që edhe mund mos i prishnje. Lana duhet i prishur, po këto edhe mund mos i prishnje. Se nuk bëj janë ca klube që unë se kam marrë vetë se janë prishur. A i ke parasysh kishin ca tenda. Po pam ca që ishin kryevepër fare, ma ato nuk i gjen Paris më por. Pam ca, atë gjatë ca kohë që qiste vetë kë. Ishte një mrekulli e Zotit. Fut matrapikun, qo atë tjetër, se këto kanë dhe i barkalet s'ka kaq. Ato të qep me një loj, dhe i bëjnë një top të voçkull këtu. Bark do madhe shto është do daja i shumë. Më kuptove, edhe... Bark i shpejt, i vëm nga... po mirë, është një, shiko, Eduard Bejko, është shumë aktiv, ka bërë disa komente, do më thënë. King Zog Junior, ju përshëndes Amarildo. Faleminderit i nderoj. A mendon se tani Irani duhet një fuqi me rol për te kufive të vetë në të rajon? Do jetë 100%. Si do që tjetë do jetë 100%. Dhe më e bukra ishte sot që fuqit më të mëdhaja do më botërore, ishte fut dhe Irani ke fuqit më mëdhaja botërore. Pra ishte Amerika, Kina, Rusia, Irani, 4. India, më fal, India, më duket se India 5. Nuk e di, a ka qenë apo s'ka qenë India. Pra, si më të them, nuk ishte bisede e dikujt. Jo, ishte klasifikim. Ira, që ti je fuqi botërore, duhet që të kesh mundësi ta projektosh fuqinë jashtë kufive dhe Irani tregoi që nëpërmjet raketave pati fuqi ta projektonte. Jo, është diçka tjetër, që nuk do të asumi, jo vetëm nëpërmjet raketave. Mënyra se si luftu kundra Iranit, domethënë ana strategjike ishte komplet e gabuar tani. Se çfarë bëri? Të gjithë to proksit e di që marrim Irakun, pse harroi Iranin për sekondën. Prandaj po them që kjo fuqia është bërë super e madhe. Iraku kërkon heqjen e bazave amerikane dhe Iraku janë me si më them janë dy shtete tani. Aty që po luftojnë me kundra amerikanëve ose kundra izraelitëve. Është fut dhe Iraku në loj. Pra, kur thash Iraku, imagjino këto proksi që ne po i quajmë. Dhe më e bukra është ajo më e bukra, ose si më themi, më e veçanta, është që dhe misht e Amerikës diku që ishë në Europa, ndoshta një lajm që akoma nuk është thënë në mediat shqiptare, kërkojnë takim me Iranin që të lejojë anijet e saj për të kaluar në gjë. E bukura është që tu bëjnë bisedime me Iranin që të hapi Hormuzin, në një kohë që Hormuzi i hapur ishte. Po, jo, duhet bisedosh qik. Po, i hapur ishte. Po tani do bisedosh, po problemi që ke bisedimet më duket, mos qofsha gabim për këtë, se se kam të konfirmuar nga kanalet që unë besoj, është që ti do kalosh ke kanali Hormuzit, po ose do paguash me Yuan, ose do paguash me Bitcoin. Dhe çfarë thoshte një specialist, nëse do paguaj vetëm një anije do dali me Bitcoin,
është një katastrofë e madhe Sistemi që të ndodhi, bravo, vetëm një thoshte. Çfarë doli tjetër nga Irani është kjo, që i është hap një dje opozita e Tajvanit, opozitarja e Tajvanit ka shkuar në Kinë. Dje pa dje. Takuan zirin filmin. Pse e thash këtë? Sepse Kina sot është, si më them, partneri më i sigurt në të gjithë botën. Pra dhe aleatët e Amerikës, aleatët e dikushme të Amerikës, e thonë, pra që është ajo perception, është që Kina është... Shkuan gjithë në Kinë. Pse? Po edhe Amerikë. Pse? Sepse është Gjermanë. Sepse është pikrisht forma me cilën ajo nuk të bullizon. Tani, nëse e vënë re, ku lusi gjarpër ose si mi, ti mund për shumë shtetet, për shumë si që nëndhe me ne, që s'na legjon kom, po nuk na, nëse do vishen në 90 o 91 me atë idenë që ju jeni kolonie këshu a shu, se shumë pak ambasada do këshin riartu. Por duke ardhë në atë formën e but, në arritëm këtu ku jemi. Sepse dhe në atë kohë një shtet ose një kom që ka krenari kombëtare dhe dignitet tani rrinë dhe pa bukë. Pra ku ke thash arsimin, kulturën, familjen, i ke bashk e ba dhe atë pa bukësim pak nëse të cënon dignitetin direkt. Po në atë moment, jo, po në atë, e tha shumë bukur ai sepse ndoqja një pjesë, ai ushtaraku. Generali. Bravo. Pra ishim të gjithë ne që lapshim aty këtu, por dignitetin e kishim gjithë. Pra ishim kundra sistemit, për momentin nëse do na vite që ju jeni kolonia jone një tjetrën, kesh i bindur që unë do isha duke topi. Atëherë, Nada Kovac, për shëndetje, thot, dyshës emisionit që ka dyshës emisionit, rrezikumi i madh Shqipëris i vjen nga bereqizmi. Jorgo Zara fiks shkatrim vitet 90 urime për emisionin. Albania shqiptar mi mbrëma Ditan dhe Amarildo për shëndetje nga Düsseldorfi. Qëndroni ke hallet tona se për botën ka kush mendon. Ke hallet tona janë vllak. Eduard Beko, si ka mundësi, du me gjithë gabim ke Amarildo, nuk mundem është 100% i saktë. Të dy njoni më i mirë së tjetri, shqyqur që jeni na iqnit pak në njërë në javë nga të vëtë leshit. Të falenderoj. Klajdi Zaimi, në verit e Italis 35 cent një vezë fshati, 600 lek do fshatari aty dhe biles të jep mend të thosë shko bilin në Itali, vezë në bio dhe shiko sa da shesin. Klajdi Zaimi, shqiptarët duhet të studiojnë si rast i vedhëm që mbjetojnë me ato shmime. Kënga Lave, Stockholm, mi mbrëma Amarildo dhe Dritan respekte. Falemderit gjithve që meni mundimin të na komentoni dhe të na shkruani. Do ju lutesha, më falë vetëm e sekundë, do ju lutesha që ju desha mjesëve të emisionit të bëni vetëm një klikim, share për emisionin, nëse ju pëlqen, të kuptohemi, sepse është vetmja mënyrë që të ndihmoni për shkakun që ky emision, si më them, të marrë atë formën e duhur. Jo se qajemi për ndjekëmërinë që kemi, por do ishte më mirë që shumë njerëz të shumë njerëz dhe vetme që mund të na bëni share, like, comment. Mund ta shpërndani në Facebook, mund ta shpërndani në Instagram. Pra, do ishte një ndihmë e madhe për neve, sepse ne jemi një televizion online që mbijetojmë vetëm me ato pak reklama që kemi dhe nga donacionet ose të ardhurat e YouTube-it, por duke ditur që YouTube-i në Shqipëri është zero të ardhura, kuptohet që mbijetesa është e vështirë, por nga njëherë vërtet edhe ka kosto. Madje nuk ka të çmim të lartë, por ka të çmim në minus. Gjithsesi,
Ne ju falenderojmë edhe për kaq sa bëni. Amarido. Tani do të shpjegoj edhe dy gjëra. Në Shqipëri, përveç problemeve që kemi, me një opozit, kuptohemi, dhe jam I bindur që Saliu nuk ka për të dënu njeri, sepse ka pikërisht pozicion që atyre ju duhet, atyre jashtë jo shqiptar, atyre jashtë ju duhet dhe thonë ti rri këtu, që të votohet Rama, se s'ke rrugë tjetër, pra të kanë zonë të dy kratë, një farë masë, si shpo them edhe unë, për shembull që ndoshta nëse do isha nesër kryeministër, Edi Rama do kalote bankën e të akuzuarit, për mua, I jap votën nesër nëse është përballë Salës. Dhe këto I them të dyja janë shumë serioze, dhe të para dhe të dyta. Që thash, domethënë nuk s'ka humor fare duke pavarësisht se duket kështu. Nuk qesha. Por çfarë kam vënë në re, sepse që të ndërtosh shtet në fillim duhet të ndërtosh, jam I bindur 1.000.000%, që të ndërtosh shtet së pari duhet të ndërtosh sigurimin e shtetit. Spaku është për mua, është I kapur nga agjentura e huaj. Ndërtuar nga agjentura huaj. Për mua, Spaku është ndërtuar nga një agjenturë e huaj që nuk e do Shqipërinë. Dhe kanë thonë, ca e bëjnë nga idiotizmi që kanë, domethënë formën se si dëmtojnë kombin, ca e bëjnë sepse përgjithsisht bile sot doli që ta festojmë me gjithë shqiptar sot edhe 36 vjet përpara, 35 vjet përpara është hap shkolla 3 mujore për të bo avokat, në fakt jo avokat, prokuror, gjykatës dhe hetus, nuk e di. 3 muj, për 3 muj as Kalemoni s'quhet Kalemon. Do shkoj 4. As domani. As Kastravezi nuk rrihet. Bravo. Kështu që sot është për vjetori, kështu si I bi, ta festojmë gëzuar. Me kafe, pra çfarë doja të thoja tani është që në momentin nuk po flas vetëm për Spakun, që është një nga problemet kryesore, por tjetra, nëse shiko gjuhën që përdoret në media, pra media nuk bëhet fjalë që janë kundra Ramës dhe nuk ngatrohet ajo që je kundra Ramës dhe kundra dheut. Në moment që ti nuk le moment që mos të shash të gjithë, le të themi, milionerët e Shqipërisë ose ata që quhet biznesmenët e Shqipërisë, në këtë moment prap nuk ka vend, as nga komunistët, nuk ka vend që biznesmenët të etiketohen si të korruptuar, si kështu, si ashtu. Nuk ka vend botës tani përveç Shqipërisë. Është psikologjike. Por ti kur krijon një frym të tillë, e di çfarë ndodh? Janë dy gjëra. E para, biznesin e të kurrë. E dyta, që është më kryesorja, të rinis, të njerëzve që, sidomos rinis, I pret dhe shpresë të ky vjedh, ai vjedh, të vjedh, po I iki më mirë, aty ku zgjedhin. Edhe ha dynjon, se nuk është se shko më mirë, shko më keq. Dhe kur përmenda fjalën frym që ke biznes të vogla, sepse unë jam pro biznesit, dhe biznesit e mëdha jam pro e pro. Në momentin që ti kush një X biznesmen, si që ndonë gjithë botën ka një problem, a I le dënohet, por nuk ke nevojë ta shumë mosh. Të gjithë, sepse marim shisa interesante është, që më shkoj mendja, pa 3-4 ditë më shkoj mendja. E ke parasysh që të gjithë ankohen për rrugët. E ke parasysh? Po. Rrugët e shtrenjta, rrugët shushi si janë rrugët. I ka vjedh ajo Belinda, Burbuqa, etj, Edi Rama, etj. Ne s'kemi folur ndonjëherë për këtë aspekt. Tani, kur ndërtohet një rrugë
kundërtohet një rrugë, detyrimisht mund të kesh edhe probleme dhe mund të shëmbet rruga. Në rregull? Të më thoti njeri, a e morëm do të vesh neve, çfarë është media, a e morëm do të vesh neve se kush pagoi për rëshkitjen që pat në Librazh? Asnjë se mori vesh, apo? Nuk e morëm vesh fare se nuk ke shërbim sekret apo. Dhe ku në një gadishull që gëllon nga shërbimet sekrete. Do të thëmë përveç se të shërbimet greke, serbe, një tjetër ti ke këtu shërbimet sekrete gjermane, amerikane, KGB-n, dreqin e birë. Po e di si veprojnë shërbimet sekrete, kjo është e bukur, sepse gjithmonë ne i menojmë me kështu. Po, me një spiun me kapele që vjedhën. Jo, mjafton të manipuloj, për shembull, të shkoj një hetuesi nga këto krapat tërmujosh, e të thot një gjë, e ti që ti ke mundësi të bësh emër për vete, po ta them se si vërtet, sepse po ndjek ca ish CIA. Nuk ka nevojë me thonë ashtu, për shembull, boje kundra dheu, ti boje kundra kësaj, të thosh, ore, po e marrim Erion Velin, se nuk e di se çka ka bëj, çka s'ka bëj, po marrim Erion Velin ose 4 emra tjerë që janë aty. E di që ti mund të arrestosh Erion Velin. Atë bësh emër. Ti e po më pse jo? T'ja morësh Agimit, që është ai tërmujoshi tjetër nga krauti. Edhe i bjeti, bum. Si që bënë në Itali, morën Di Pietro nga Martaneshi, e vunë aty, Di Pietro e zditë me folë mirë italisht, i griu të gjithë. Pra, këtë bën agentura. Nuk bën nga Amerikanët, e gjitha kjo. Sepse kishin në hallin e kur Krakti për herë të parë donë të tregonte dinjitet edhe nuk i laqe në bazën e Sirgonelës të rëmbenin një terrorist palestinez që kishte vrarë një hebre në një anije, Akile Laura, është kombinimi që përsëritet në çdo 35-40 vjet. Po. Po i tha këtu është territor italian, me që e arrestoi unë, po pati një përplasje. E mori masanej Reganin në telefoni, tha, shiko, tha, patëm një përplasje, po besoj më mirë kuptonë, qa fletur, si së mirë kuptoj, tha Reganin, rregull fare, ashtu, ke vepruar shumë mirë, tha. Filluan i hapin letrat, ku e ke riparu qatin, ku e ke bler polisterolin, po kollën e plakave, bambër, atyre tjerëve filluan ata i thoshin, po ne mëse po t'ishim neve, nuk do t'kishim thënë që, dini dhe ju tha se të jemi brënda dhe se ju kërcem do njëherë kjo sovranizmi, tha edhe njëherë këtu edhe juve, tha shkon jo në burgone, dhe e shkatruan Italinë dhe Italia që nga jo ditë se ka marrë më vetën. Pra, është shumë e thjeshtë kjo, dhe në Shqipëri, që nga studiot, le që dalin ca... E lëm, më mirë, mos fa. Jo, më vjen keq se si e godasin trunën e shqiptare, tani nuk kam problem fare, është diçka. Unë ku përmend një emër, sepse shumë herë përmend një emër, një gjë që ti e di mirë për ta dinë edhe dëgjuesit, mu nuk më intereso fare njeriu në kuptimin që është brenda asaj. Në momentin që përmend një emër, ka të bëj vetëm me shembullin që ai sjell. Fenomenin që ai sjell. Pra, për mua kjo është kur përmend emra, nuk sepse kur unë kam përmend një emër, kur nuk kam përmend, si mund të them, jetën e tij private. Nuk ka të bëj fare, kam përmend. E ka sala atë, mos e kema. Atë çaj. Edhe këto klyshat e salës, edhe këto klyshat e salës, po të shohë, unë i dalloj direkt nga komentet, po filloj ai që e kom motrëna, kom nonëna, kom gruna, jo muna, kam ne kom shije, salë, e shem kaptin salë, i hap profilin, e gje atë foton e profilit, me i pik lot, ja ka vonë nona vetë, qa mutin bona. Okej, si përfundim, falenderoj Sander në fushën, Klaj Zaimin, prap Eduard Bejkon Rishtas, dhe Natasha Haxhiren, Fabio Gjanin, Andin, falenderit që të gjithë që na ndiqni, dhe si që tham edhe një herë, bëni miq të emisionit edhe shpërndajeni atë. Neve ju urojmë një weekend të këndshëm, mos harroni edhe
Dritare TV ta bëni share dhe Rudina Xhunga, sepse bëni një ndër kanalet i cili tashmë njihet edhe në botë edhe nga shtete serioze. Tashmë edhe jemi të regjistruar edhe pranë Ministrisë së Jashtme italiane si një sajt serioz i cili përpara disa ditësh duhet ta kisha thënë që në fillim këtë si hariq, si lap që jam që të filloj të shisnja më. Po, unë di që është program serios, ndryshe s'do isha këtu, se jam aq serios si person sa s'ka ku shkoj më. Dritare TV është regjistruar edhe pranë Ministrisë së Jashtme italiane si një portal dhe televizion online serioz, të cilit i jepen të gjitha njoftimet, rritet në konferencat e shtypit dhe i jepen të gjitha njoftimet nga ku hyn në pak ato media serioze të botës, nuk e di, janë rreth 100 ato që janë të akredituar pranë Ministrisë së Jashtme italiane. Faleminderit që na ndoqët. Nuk keni gabuar që na keni zgjedhur. Natën e mirë. Natë.